Zjarret vijojnë të përfshinë Evropën. Një vatër e fuqishme zjarri shpërtheu pasditën e së dielës në jug të Parisit, duke u përhapur me shpejtësi drejt pyllit të njohur të Fontainebleau. Flakët nisën pranë zonës Noisy-sur-École në departamentin Seine-et-Marne, ndërsa tymi i dendur detyroi autoritetet franceze të mbyllin qarkullimin në të dy drejtimet mes Noisy-sur-École dhe Nemours. Rreth 100 efektiv zjarrfikës të mbështetur nga 2 helikopterë të rëndë dhe një avion për shuarjen e zjarreve u angazhuan në operacion. Sipas autoriteteve, flakët dogjën rreth 16 hektar pyll. Shërbimi i zjarrfikës paralajmëroi se ndërhyrja mund të zgjasë disa ditë për shkak të kushteve të favorshme për përhapjen e flakëve. Ndërkohë edhe Spanja vijon të përballet me situatë të rënduar nga zjarret. Në Los Galardos, banorët e evakuuar nga qyteti i afërt Bedar shprehen shqetësimin dhe pasigurinë, ndërsa prisin lejen për t'u rikthyer në banesat e tyre. Zjarri që u përhap me shpejtësi që prej së njëjtës ka shkaktuar 12 viktima dhe ka shrumbuar mbi 6.000 hektar sipërfaqe në juglindje të Spanjës. Vatra zjarri u raportua edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Tymi i dendur u pa të ngrihej mbi zonën moçalore të Darwin Moor në Lancashire, ku shërbimet zjarrfikëse ndërhyn me mjete të shumta dhe pajisje të specializuara. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve të shmangin zonën dhe të mos përdorin dron, pasi ato mund të pengojnë operacionet ajrore të zjarrfikësve. Deri më tani, shkaku i zjarrit mbetet ende i paqartë.